prej shembujve të ndryshëm të natyrës tolerante të Islamit, thot Allah subhana, ja ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum. O ju që keni besu, mos ja ndaloni vetvetes të mirat që Allahu ka bërë lejume. Domethënë, mpajem të mirat e jetës, të mirat e ushqimit, të mirat e veshjes e kështu me radhë, domethënë që janë përmena kodit të fesë Allah subhanahu wa taala, nuk ka nevojë me presupozu domethënë ndalimin. Për arsye se Allah subhanahu wa taala domethënë i kalon këto domethënë të lejume, sikurse thot Allah subhanahu, një shembull tjetër çka i bë domethënë tolerancën në Islam, thot Allah taala, thot ja nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Thot ju njerëz, ne ju kena krijuar për një mashkull dhe një femnë dhe ju kena bërë kombe, ju kena bërë popull edhe ju kena bërë fise ju që të njiheni ndërmes vete. Domethënë, kur vjen Islami edhe ty të liron prej barrave të fanatizmave nacional, edhe të liron prej barrave të trashëgimive të cilat domethënë janë të ngurta, janë shumë të ngushta, edhe të thotë që ndallimet në kombe, ndallimet në fise janë thjesht për mu njoft, e jo për mu kufizu. Kjo e sforcon shpirtin e Islamit që është domethënë i gjanë, është domethënë për një qytetari që e kalon fisin, është për një civilizim që e kalon kombin, është për një shtrirje të vlerave edhe për një shtrirje domethënë të qytetërimit që nuk kufizohet me trashëgimit e ngushta domethënë të klaneve dhe të grupeve shoqërore. Imagjino sikur të kisha kjo fe, sikurse ka edhe të tilla fe, të tjera fe, domethënë ti shkar për shembull me na kufizu për mëna një kulture, kisha me na kufizue për mëna një race, për mëna një kulture të një race ose të një kombi ose na kish kufizu për shembull thjesht me preardhjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po jo, ka qenë te fe edhe vazhdon të jetë shumë tolerante, që njerëzit domethënë të janë të lirë, të përcaktohen në kulturat e tyre, të përcaktohen në kulturat e njëri tjetrit, të përfitojnë prej do thot prej popujve të ndryshëm dhe të mos kufizohen domethënë me fanatizma të preardhjes.